Edi Ramën e ndal vetëm forca, jo vota. Po opozita nuk e dinte këtë, pse hyri në zgjedhje? Po opozita është marrëvesh me të që në 2008. Pra e dinte Berisha e ka përgatitur fjalimin e humbjes. E dinte rezultati. Morin qafë dhe popullin, e la pa alternativë pra. Patjetër dhe më duhet të sqaroj pozicionin tim edhe nëpërmjet kamerës tuaj, sepse shumë njerëz më kritikuan dhe më thanë pse nuk votove. Dhe unë u them, më jepni motiv që të votoj. Sepse në 2008 Sali Berisha bëri marrëveshje me Edi Ramën për listat e mbyllura, për kodin zgjedhor, për të tëra veprimet juridike që kanë bërë deri tani dhe ndryshimet që kanë bërë në kodin zgjedhor për të mbetur përjetësisht në pushtet. Atëherë përse të votoj? Të votoj për të mbajtur akoma Tritasheun 50 vjet në pushtet? Përse të votoj? Të rri akoma Sali Berisha që të vdes në karriken e kryetarit të PD-s? Pra, s'ka motiv dhe jo si unë, janë me 10 qytetarë shqiptarë, për të mos thënë me qindra, demokratë që nuk kanë votuar, sepse janë zgënjur nga udhëheqja aktuale e Partisë Demokratike. Ka që thjesht është, dhe se nuk është i fortë Edi Rama, janë këta të dobët që deli fortë Edi Rama. Pra, demokratë është zgënjur, shtresa e mesme pa alternativë, e pa përfaqësuar, elektorati gri, nuk e kanë gjetur veten në këto zgjedhje. Patjetër, as e kanë gjetur veten në këto zgjedhje dhe me këtë leadership që ka PD-ja, prap nuk do 100 herë të bëjë ashtu zgjedhje, të 100 herë do votojë ajo opozita. Avokat, po ky është rezultat të kujton 2013-ën të 1 milion shuplakave afërsisht. Shiko, në 2013-ën ata fituan me merit sepse e katandisën pushtetin zotërinjtë e PD-s. Në atë farë feje që populli urreu, dhe ajo urrejtje nuk u ka ikur shqiptarëve akoma nga zemra dhe nga shpirti. Akoma atë urrejtje dhe atë inat kanë, edhe që nuk vend të votojnë, sepse po vazhdon të rri në krye të opozitës një person që në fundit përse është. Bëm 10 protesta në marshime në bulevard dhe në fund, cili që rezultati? 0. Atëre përse të votojnë qytetarë shqiptarë, përse të qarë motivi u jep opozita shqiptare, po thonë, po vototi se por nuk votove, a i mbetet në pushtet, po a i në pushtet do mbetet, dhe të votojnë dhe të mos votoj me këtë opozit që ka përballë. Dhe vota është diçka që duhet ta bësh, duhet ta ndesh të dish dhe motivin përse do votosh dhe ku do arrish. Kur e di që vota ime çon në rezultatin 0 dhe çon në prap në fitoren e Edi Ramës, atëre përse të votoj. Pra, ky ishte një rezultat i pritshëm, një rezultat i paravendosur, i mirë kalkuluar nga të dy partitë politike, nga të dy krerët Sali Berisha dhe Edi Rama. Është Sali Berisha që e mban Edi Ramën në pushtet aktualisht, me veprimet dhe mos veprimet e tija. Sali Berisha që e ka kapur PD-n për fytyrë dhe nuk e lëshon. Kështu që përse të votoj unë? Avokat, po të partitë e reja, pse nuk ishit besim? Sepse ato janë krijesat të Sorosit, këtë gjitha, pa përjashtim. Po tani kishim dhe shehajn, në shehaj, nuk besoj se futet e kjo, një alternativë gjatë. Nuk ja di programin, nuk e njoh, nuk kam të drejtë që të gjykoj për të, por derisa forca kryesore politike mua më ka shitur, më ka tradhtuar, më ka çuar te Edi Rama, nuk kam motiv, nuk më bën zemra të shkoj të votoj pikë. Avokat, po incidentet dje me Belin Këlliçin, me Flamur Nokën, si i pat? Më kujtuan uqërit kur ndajnë atë prenë e tyre që hanë njëri tjetrin, qëllojnë njëri tjetrin, zdirin me njëri tjetrin, kafshojnë njëri tjetrin kush marrë copën më të madhe. Kjo është arsye. Flamur Noka nuk ka dalë dhe PD nuk ka dalë për të zgjidhur hallet e popullit shqiptar. Kanë dalë për të mbajtur karriket e tyre nëpërmjet listave të mbyllura. Dhe listat e mbyllura janë tradhti, listat e mbyllura janë junte, janë bandë e organizuar me emrin parti. Listat e mbyllura nuk janë demokraci zotëri. Dhe Noka edhe nokërit e cili do nokë ndok që të jetë në
Partinë Demokratike sherrin dhe luftën e bëjnë për të mbajtur karriket e tyre, për të mbajtur pronat që kanë. Dhe të na thot Noka sa prona ka dhe si i ka vonë, ku i gjeti parat. Dhe të na thot Sali Berisha sa prona ka dhe ku i gjeti parat. Dhe të na thot Sali Berisha ku i gjeti milionat e dollarëve që i dërgon tek ai La Civita. Aty do të dalë, ndoshta ato 6 milion dollarë janë paguar për këtë ditë, nga dita e herën në vazhdim, për të lobuar SBA që Amerika të mos i njohë zgjedhjet ose t'ja bëj të vështirë Edi Ramës. Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. La Civita s'ka ardhur për atë punë. La Civita erdhi mori dollar të iku. Unë dua të di ku gjetën dollar nga dollar. Si vajten, si mori ai, sa dollar janë, sa shumë, se me sa di unë nga të dhënat e mia është rreth 18 milion dollar, jo 6 milion. Vetëm La Civita. Po. Dhe ky është quajtur i lobim, kjo nuk është lobim, kjo është pagesë për të blerë nderin dhe karakterin e tij, për të hequr non gratën Sali Berisha. O zotëri, Sali Berisha është pengesa kryesore që rri Edi Rama në pushtet. Sali Berisha është më Edi Rama se Edi Rama. Dhe ata punojnë dhe luftojnë vetëm për interesat e tyre. Prandaj nuk i duan më demokratët e ndershëm.